Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar sot projektligjin për masat e përkohshme për rregullimin e çmimeve të produkteve bazë të jetesës. Një hap i rëndësishëm për të mbrojtur qytetarët nga rritjet e papërballueshme të çmimeve, veçanërisht në periudha krizash ekonomike. Ky projektligj parashikon ndërhyrje të përkohshme dhe zbatohen vetëm në raste të veçanta, duke u fokusuar tek produktet esenciale që ndikojnë drejt për drejt në jetesën e përditshme të qytetarëve. Ligji është hartuar duke reflektuar plotësisht vërejtjet e gjykatës kushtetuese dhe adreson papajtueshmëritë e konstatuara më parë me nenet 7, 10 dhe 119 të kushtetueses. Dy mekanizmat kryesor të ndërhyrjes që përcakton ky projektligj janë vendosja e marzhave tregtare për shitje me shumicë dhe pakicë, për të siguruar që tregtarët nuk do të aplikojnë çmime të papërballueshme, si dhe caktimi i çmimit maksimal të i lejuar për produktet bazë, duke mbrojtur konsumatorin nga rritja e çmimeve që mund të rrezikojnë buxhetin familjar. Një element i ri i këtij ligji është krijimi i një bordi të pavarur për masat e përkohshme të rregullimit të çmimeve. Bordi do të propozohet nga qeveria, do të miratohet nga kuvendi dhe do të raportojë drejt për drejt atij, duke siguruar një nivel të lartë transparencës dhe llogaridhënies. Ky mekanizëm është projektuar për të garantuar që çdo vendim i marrë ka një bazë të fortë dhe është në shërbim të qytetarëve. Qëllimi kryesor i këtij projektligji është mbrojtja e konsumatorit në një periudhë kur çmimet ndryshojnë me ritëm të shpejtë dhe shpesh bëhen të papërballueshme.